Si po hypin, po premtojnë, ndesa po hypin karika amala. Karika amale parja që kanë thonë plesht që më të që pesh, parja të qënë. Se parja ta hjekë fukarallakën, po jo mas karallakën. Po pres, mos me bo si zjedhjet nacionale, ta me punu për Prishtinën, për qytetarët, jo për vetë vetën, si që kanë punu deri me tash për intereset veta, po duhet me punu edhe çdo kryetar duhet me kontaktu me qytetar, çdo lagje dhe me audit hallin e tyre. Që aty o problemi. E këta si po hypin, po premtojnë, ndesa po hypin karika amala. Karika amale parja që kanë thonë plesht që më të që pesh, parja të qënë. Se parja ta hjekë fukarallakën, po jo mas karallakën. E neve na duhet një kryetar i vetëdijshëm që ma tepër rrin në teren se sa me fëmijët e vet. Ishte një proces shumë i mirë. Mendoj se na e kryem një obligim si qytetarë, që është i nevojshëm për zgjedhjet komunale. Besoj që do të fiton më i mirë.